rendi ndërkombëtar i cili ka lindë Kosovën e pavarur, pothuajse ka vdekë. Dhe rendi ndërkombëtar i ri ende nuk ka lindë. Dhe ne jetojmë në një periudhë të mes të dy rendeve ndërkombëtare. Dhe nëse elitat intelektuale në vitin 1989 kanë ditë që ta drejtojnë dhe ta udhëheqin popullin se si të rreshtohen me perëndimin. Nëse në vitin 1999 ashtu më thatë që dhe ushtria shërbimtare e Kosovës me marrëveshjen e Rambujës kanë arritë që ta bëjnë një kontratë të parë me perëndimin, sigurisht është marrëveshja e Rambujës. Në 2008 ne kemi bërë një kontratë të dytë me perëndimin, që ka qenë paku atisare dhe shpallë e pavarësisë. Unë mendoj që në 5 vitet e ardhshme duhet të luftojmë për kontratën e tretë me perëndimin, dhe kontrata jonë e tretë me perëndimin duhet të jetë antarësimi i Kosovës në NATO. Nuk ka asnjë ideal më të rëndësishëm për Kosovën se sa duke antarësuar në NATO, ne edhe të kemi një siguri për shtetin tonë në një botë të pasigurt, por edhe t'ja japim një vulë euroatlantike shtetësisë tonë.